أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. Esselamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të dashura motra, fëmijë, si më ju thënë çuna, na keni ardhur sot me rastin e 8 marsit, ditës së grave, ditës së nënave, prandaj me gjithë kënaqësi ju ftoj që së pari ta këndojmë një fatiha, një elham për gjitha nënat tona, vetëm përmendjani emrin. Lillahi el-Fatiha për nënat e tona, pra përmendjani emrin. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed për nënat e me sherifen. Lillahi el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gjithashtu në këtë iftar të sotshëm në shtëpinë time jeni të mirëseardhurat e Zotit, sepse përndryshe nuk jeni mysafirët e mi, siç thash, jeni mysafirët e Zotit, sepse Zoti ka thënë muaji Ramazan është muaji i imi. Prandaj ai është një koçiri e na jemi mysafirët e tij dhe ju preferoj që në namazin e Bajramit ju që mundeni me shku në për xhamia, edhe pse tani në Kosovë nuk e preferojnë atë shumë për shkak se nuk kemi mjaftueshëm xhamiat për me shku burrat edhe gratë, por mund ta lëshoni televizionin, të merrni abdes, ktheheni ka kiblja, shamin edhe çush bajnë ata që din mu fal, le ta falin namazin e Bajramit përmes televizionit. Pse është me rëndësi? Sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, na ka thënë që në muajin Ramazan jemi mysafirët e Zotit, ndërka që në Bajram Allahu ka me na i vulos agjërimet tona, punët e mira tona, ziaretet ku kemi shku, çka kemi thirrë mysafir, e tjera e tjera. Gjithashtu, pasi që nesër është nata e 19 e muajit të Ramazan, përndryshe në natën e 19, Imam Aliu, pra dhëndri i profetit, imami, lideri, prijesi i besimtarve, pra Imam Aliu në sejdë në xhami është plagos, pra nesër mbrëmje.
ndërka që mas 2 dite, pra me 19 ditë të Ramazanit, ditë kur në Ramazanin në marsin e vitit 1995 edhe familja Jashari, do me thënë ka pasëra dëshmor, dhe në natën e 19 Ramazanit është plagosi Imam Aliu në sejdë, pra në atë vendin edhe fëmijët, unë do të pak me bo masi për fëmijët edhe ja do biseda ma të thjeshta, por këtë harova që i kam edhe fëmijët këto, shu që po e thjeshtëzoj. Pra, Imam Aliu për ndryshe është një figur. A dini që ka një figur? Një personalitet. Një prej personaliteteve më të njoftura në historinë islame. Do me thënë, cilët janë ato personalitete më të njohura në historinë islame, numër 1 është profeti Muhammed. Ajde, përsëriteni pra. Kush është personaliteti më i njohur, më i mirë, më i përsosur? Profeti Muhammed. Salavat. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Pastaj vjen figura e dytë, mbajeni në mend se kam ju pyet pastaj, edhe dhurata do t'ju jap. Figura e dytë është Hazreti Fatimetu Zehra, selamullahi alejha, paqja e Zotit qoftë mbi to. Pra Fatimetu Zehra ka qenë vajza e profetit Muhammed. Ajo nuk ka pas asnjë vëlla. Sikur Suela nuk ka vëlla, po është një Suela. Edhe Fatimetu Zehra ka pas profeti vetëm një vajzë. Po qa që mirë ka qenë ajo vajza, sa që i ka linë 12 lider, njerëzit e mdhej që kanë udhëheq popullin. A e kuptum? Okej, vazhdojmë. Figura e tretë në historinë islame, në historinë e njerëzimit është Imam Aliu. Dhe figura e katërt është Hasani, biri Aliut, dhe figura e pestë është Imam Husejni. Pra, këto janë 3 figura, 3 personalitete, 3 persona më të dashur tek Allahu i lartësuar. Prandaj, kur Zoti në fillim e ka kriju numër 1 nuri Muhammedi, që do me thonë dritën e Muhammedit, dhe kur e ka kriju, thot se e krijova dritën e Muhammedit, pra profetit Muhammed. Prandaj, ne si musliman që jemi, pse duhet na mumbur, pse jemi musliman? Sepse kemi fatin që kemi profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to, vula e gjithë pejgamberve. Njeriu që Zoti thot, o njerëz, për hatër të Muhammedit, e kom kriju edhe qiellin, edhe hanën, edhe tokën, edhe yjet, edhe lumenjet, edhe gjithë çka ka, xhenetin, pemët, perimet, gjitha, ajrin, të gjitha i kam kriju, vetëm thot për hatër të profetit Muhammed. Kjo ka një fjalë shumë të madhe. Ka një domethënie shumë të madhe kjo. Pse? Sepse të gjithë popujt para profetit Muhammed janë shkatru. Janë shkatru me vërshime. Ja, populli i Lutit me gur të dhezur si gaca. Në kohën e Abrahamit, ebrehës, para islamit. Pra të gjithë popujt janë shkatru për shkak mos ndëgjimit dhe mos bindjes ndaj Zotit. Por, çka thot Zoti për hatër të Muhamedit, ani ju pse bëni gabime, ani pse bëni mëkate, ani pse bëni krime, për hatër ti na do ta vazhdojmë këtë njerëzimin, sortën në llojin e njerëzimit deri në ditë kiametit. Pra na muslimanët jemi populli i fundit që kemi me vazhdu, pra deri në ditë kiametit. Nuk kemi mu shkatru, që janë shkatru populli i Nuhit me vërshime, i Musës, i Isës a.s. me lloj smundje, mortaja e tjera, ndërkaq populli jon nuk do të shkatrohet. E tash, kur thot Zoti e krijova nuri Muhammedit, dritën e Muhammedit, kjo na vjen se po mos kish pas drita e Zotit, as edhe një fije bari s'kishte me mund me mbi në tokë. Do më thonë, na duhet me qenë shumë mirë njohës
Zotit që e kemi profetin Muhammed, salavat. Me salala Muhammed, vali Muhammed. Prandaj, dhe profeti Muhammed, pasi që është më i dashur i Zotit, ai e ka pas një familje. Familja e tij përbohet prej 4 antarëve. 5, me gjithë profetin 5. 5, shikoni, 4 gishta nuk janë të fort pa u bashku gishti 5. E ky gishti pra më i madhi është profeti Muhammed, pra pejgamberi i dërguar i Zotit. Pastaj vjen Hazreti Fatimja, Imam Aliu, dhëndri i profetit Muhammed, pra burri, Fasani dhe Husejni. Këta janë ehli bejti. Zoti në Kur'an e ka përmend ehli bejti. Në surën 33, ajeti 33. Innema yuridu Allahu li yudhhiba alejkumur risa ahlul bejt wa yutahhirukum tathira. Vërtet Allahi dëshiron, o ju ehli bejt, familja e profetit, Allahu dëshiron që juve t'ju mbaj larg nga papastërtit dhe të ju pastroj plotësisht. Që do me thonë, nuk kemi, në fillim thash, janë 5 personalitete të papërshkrueshme që kur një herë jetën e tyre, historia nuk e ka shkrujt që ata kanë gabu. Kur nuk kanë gabu, pra, janë kënë të pagabushëm. Hazreti Fatimja një herë s'ka bon një gabim. Prandaj, ka thonë pejgamberi i dashur i Allahut, thotë Fatime bidate minni. Fatimja është pjesa e trupit tim. Kush ma gëzon Fatimen e ka gëzu pejgamberin, kush e gëzon pejgamberin e ka gëzu Allahun, kush e idhënon Fatimen e ka idhënu pejgamberin, kush e idhënon pejgamberin e ka idhënu Allahun. Pra, nga kjo shihet se sa me rëndësi kanë qenë familja e pejgamberit. Por, sot pasi që jemi në natën kur Imam Aliu po përgatitemi për me përkujtu këtë ndodhi tragjike, po shumë e vlerë për popullin musliman, sepse Imam Aliu nuk vdiq por ra dëshmor. Të vdesësh edhe të biesh dëshmor, ka dallim shumë të madh, sepse ne mund të vdesim edhe të harrohemi, sepse s'kemi bo vepra të mira. Nuk është me rëndësi a ki e vlat kelon mas veti, a kelon shpi, a kelon pasuni. Po me rëndësi është vepra të mira sa kemi lon. Prandaj dëshmorët nuk vdesin. Une ju kam thirrë me një darkë këtë modeste, po ju ma keni begatu me hallëvën për Imam Aliun që kja bo një jetë, zoja prej Meral, edhe zonja tjera që keni bo pite, kështu që e kemi bo sofrën, tamam sofra e Aliut. Prandaj nuk dua ma shumë t'ju markove që dashta me ju këthy pra kësaj dite shumë e rëndësi. 19 dit, Imam Aliu plagoset, duke falë namazin e sabahit. Me pika ma të gjona, unë do t'ju jap libra, lexoni, në internet keni, mund t'a kuptoni. Dhe Imam Aliu nuk vdiq për pasuni, as nuk vdiq për fëmijët e vetë që deshti t'i pasuronte, ose deshti t'i mbronte, sepse i kishte fëmijët e mdhenj, ishin në mbrojtjen e Zotit. Imam Aliu nuk, në realitet jo vdiq, estakfirullah, por nuk ndroi jetë për shkak se dashti me kanë halifja ati vendit. Halife do me thonë, halifetul erd, halifja e tokës. Pra, si kurse udhëheci tanë që janë Vjosa Osmani, Albin Kurti e tjera. Këta që i njohur halife që diçka është si zëvendës i Zotit në tokë, më këmbës i Zotit në tokë. Jo që Zoti nuk mundet vetë me na udhëzu, çdo kujve mja dhon hidajetin. Por është dyqysh njeriu, ai Ademin kur e ka kriju i ka thonë halife.
Ty Zoti e zgjedh halifen, jo njerëzit. Por mas ndrimit jetë profetit, njerëzit e zgjodhen halife tjetër. Ndërka 70 ditë para se me ndru jetë, profeti Muhammed, duke u kthy prej qabës, haxhillëki i fundit, 70 ditë para se me ndru jetë, ai u nal në një pellgun e Gadirul Humit, në mes të Mekës edhe Medinës. Edhe i tha, ajo ishte si pellg qështu. Dhe i tha, teta po mërziten je di, s'ka dert, po shumë urt jeni të ne, po juve ekstra, juve kom ju dhënë një ligjerat tjetër, unë? Ti kush të dira, mundoni me kalu, veç mos këshunin kamer. Hajtë zemra, se duhet për ta ekstra me bo një ligjerat vogël. Dhe në këtë Gadirul Hum, mashallah sa të mirë, ja. Gjenerata e teknologjisë, po dim që i thash unë mos këshunin kamera ata në Kur që s'jon fëmija që e kanonat. Dhe kështu që prej Mekës Medine, kur imam profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to, ai tha ndaluni këtu, edhe u desht me bo, sa ajo si pellg, i murën samarët e kuajve, u ngritën nalt, edhe profeti ishte 60 vjeçar, 62 vjeçar, ndërka që imam Aliu ishte 33 vjeçar, edhe u kap profeti për krahun e imamit, edhe i tregoj një ligjerat shumë të mirë, ja tregoj çka duhet me bo, çush mos me keq trajtu njëri tjetrit, mos mi hin hak njëri tjetrit, e tjera, dhe në fund i tha, men kuntu me vla, fa hadha Alijun Maula. Që do me thonë? Kush më ka njoft mu si prijes, udhëheqës, profeti, ka qenë udhëheqës si popullit, me vla, fjalë shumë e madhe, asë në Shqips përkthehet. Pra, kush më ka njoftur mu si me vla, pas meje e keni Alijun me vla, prijes i uji. 3 ditë rresht, që aty, midis Mekës edhe Medinës, tu këthy prej haxhillëkit fundit, mo qatë vjetë ka ndru jetë profeti. Ja kanë bo, për hajt koft o Ali, për hajt koft, 3 ditë rresht. Gratë, ja kanë dhënë bejatin burrat, gratë e kanë pas një lavor, që është të madhë me ujë, legen. Dhe i kanë fut durët në ujë, edhe ja kanë dhënë besatimin. Se në Islam, që ati që ja japish besën, me që ato ki murin gjallë, në botën tjetër ki me dalë mëra, pa ati ki me qenë. Sepse aj ty të ka udheq në këtë botë. Prandaj shfrytëzoj rastin edhe ngushëllimet e tona për rehberin Ayatullah Ali Khamenei, i cili gjithashtu rash dëshmor, gjithashtu është prej